Një nga detajet më të vërejtura në paraqitjet publike të Vladimir Putin është mënyra e tij e veçantë ecjes. Krau i majt lëviz normalisht, ndërsa krau i djathtë qëndron pothuajse i palëvizshëm. Ky fenomen ka ngjatur kurreshtje dhe spekulime për vite me radhë. Sipas analizave të publikuara edhe në revista mjekësore, kjo mënyrë ecjeje lidhet me trajnimin që Putin ka marrë gjatë kohës së tij në KGB, shërbimi sekret i Bashkimit Sovjetik. Agjentët e KGB-s trajnoheshin të mbanin dorën e djathtë pranë trupit, në mënyrë që të mund të reagonin shpejt në situata rreziku, duke nxjerrë armën në një kohë minimale. Si pasojë, ky zakon bëi pjesë e refleksit të tyre të përditshëm edhe jashtë kontekstit operativ. Ky stil ecjeje njihet ndryshe si Ganz manual. Ai karakterizohet nga një asimetri në lëvizjen e krahëve. Njëri lëviz lirshëm, ndërsa tjetri qëndron i ngurtë dhe i kontrolluar. Edhe pse për shumicën e njerëzve kjo duket e pazakontë, për individ me trajnim ushtarak apo të inteligjencës, është një sjellje e mësuar dhe e përsëritur për vite.